Analisti politik Dardan Sejdiu ka thënë se Glauco Njofca mund të ishte i vetmi person që nuk të thirrej tradhtar nëse sfidonte Albin Kurtin për kryetar të vetëvendosjes. E kemi pasur një ndryshim të leadershipit në vitin 2015, ku zgjedhet Visar Rymeri, dhe në vitin 2017 pas zgjedhjeve nacionale dhe rezultatit jashtëzakonisht të mirë të vetëvendosjes, shihet së paku prej disa prej nesh që s'kemi qenë në vetëvendosje. Shihet rruga që Kurti do ta përcjellë për sa i përket mënyrës së organizimit të vetëvendosjes, pra me idenë që është një person dhe të tjerët janë në funksion të tij, tha Sejdiu. Glauco është i vetmi që mund të pas hapësirën e duhur dhe po besoj mjaftueshëm kredit që të mos shpallet tradhtar nëse e sfidon. Glauco është tash një kohë të gjatë personi numër 2 në vetëvendosje dhe po të mos e ndronte Albini statutin në momentin që kemi dhënë ne, ku e ka hequr atë rregullin se vetëm 2 mandate mund të jesh kryetar, rendi do të ishte i Glaucut, tha Sejdiu në një emision televiziv.